Ajo I ka munguar skenës muzikore për disa vite me radhë, por më nuk është ashtu. Jehona Sopi së fundmi është duke e bërë ripërpunimin e këngës apo hitit të Rom Qaj Shukarie në bashkëpunim me këngëtaren rome Esma Rexhepova. Ne ishim prezent gjatë xhirimeve të videoklipit dhe të kësaj kënge, në vazhdim ju sjellim prapa skenat dhe disa detaje se si lindi ky bashkëpunim dhe kujt ishte ideja që të realizonin këtë këngë. E ndjekim bashkë vetëm pas pak. Është pamundur nga secila gjenerat që sot jeton të mos e kujtoj të paktën refrenin e këngës. Hiti Rom I kënduar nga Esma Rexhepova, Qaj Shukarie, shumë vite më parë, por I kthehet në një remake mes dy këngëtarëve, asaj origjinale dhe Jehona Sopi. Para se të kalojmë të flasim për projektin, fillimisht bëhet fjalë për një grua të madhe që është Esma. Nëse nuk e keni ditur, deri më sot ajo është nëna e 47 fëmijëve të adaptuar që I rriti vet. I shkolloi në universitetet më të mira botërore, e I gjithë ky humanitet I saj është nominuar 2 herë radhazi për çmimin Nobel për paqe. Këngëtarja vizitoi Prishtinën shumë herë për qef, koncerte e për nostalgji, por këtë herë është diçka e veçantë. Se ose kem presje tina. Po ndihem shumë e lumtur për shkak të prezencës time në Prishtinë, sepse këtu kam disa lidhje emocionale dhe ky qytet ka një lloj dashurie për mua. Nga se si fëmijë kam ecur nëpër rrugët e këtij qyteti, prandaj kemi lidhje. Vokali I saj pa shoq, profesionalizmin e të kënduar dhe gjithçka që ajo ka e bëjnë unike. Jehona Sopi vendos që me këtë këngë por të ripërpunuar të një zverë. Sa mendon që duhet guxim për qenë pjesë e një projekti të tillë, populli di të jetë paragjykues. Unë të marrë që kam pas shumë guxim e marrë privilegj. Kënga të cilën e kemi bërë remake është një këngë hit I të kohëve. Kënga është këndu fillimisht në vitin 1963 nga vetë Esma, është kompozim I saj. Normalisht refreni është ekzistus. Të cilën e ka këndu në moshën e saj me një vokal të jashtëzakonshëm, e ka rikëndu, nuk është e këndume përpara dhe më marrën vetëm vokal, por është e rikëndume sepse kënga cilët e kemi bërë remake ka tempo tjetër. Që besoj që ka dalë shumë e mirë, pavarësisht që nuk ngjan edhe shumë në këngët e mia të kalume. Gjithçka filloi para disa muajsh një drejt pune mes kompanisë në të cilën është Jehona Sopi dhe target kanë këngëtarët që u monitorojnë videot në kanalin YouTube. Bevo Prishtina, bevo. Isha tek një qendër tregtare dhe aty takova një prizere që më thanë: "Zonjë, unë shumë I pëlqej këngët e tua." Ne I ndëruam numrat mes vete. I tregova për menaxherët e mi Vesna dhe Simone dhe pikërisht prej këtij kontakti po më bie të rikëndoj këngën Qaj Shukarie. Refreni do të mbetet origjinali I rikënduar nga Esma, ndërsa pjesa tjetër e tekstit do të jetë shqip nga Jehona, një përzierje rrymash muzikore, latine, house, elektro e gjithçka nga pak. Kënga Qaj Shukarie, refreni flet për një vajzë të bukur. Jemi mundu me përshtat, I gjithë teksti flet për një vajzë dhe një djalë të cilët dashurohen. Në shumë tekst I lumtën, edhe mendoj që gjithkush mundet me personalizuar. Esma Rexhepova, tashmë në moshën 71 vjeçare, është adaptuar me muzikën trendi sot. E si do ta gjej veten tek hiti I saj më I madh me një tempo të shpejtuar e ritëm të kombinuar shumë ndryshe nga ajo që këndoi në vitin 1961. Mene mi je mnogo, kako da kažem, milo. Mua më vije shumë mirë që ishte ky rast që të këndoj këngën bashkë me një këngëtare të re e cila do të këndoj pjesën e saj në shqip, ndërsa unë rumanisht. Kjo tregon një specifik të veçantë sepse Qaj Shukarie nuk është këngë e stilit kombëtar, por mund të interpretohet edhe më gjerë si jazz, soul e të tjerë. Qaj Shukarie nuk është hit veç pse është kënga ime, por në të vërtetë mendoj që është një këngë e bukur dhe ka kohë që kam kërkuar të bëj një version modern. Këngëtarja Sopi ka vite që është në pauzë sa I përket muzikës. Jeta e saj profesionale ka marrë tjetër kahje. Por kjo këngë e ky hit I vjetër është duke rikthyer Jehonën në skenë. Muzika është më e fortë se unë. Ka shumë momente që kam thonë unë nuk do ta bëj më. Ka 4 vjet që nuk shkoj në për koncerte me këndu. Edhe sepse nuk kam qenë
asnjëherë e pajtuar me sistemin çfarë ka funksionu ky muhabet, pavarësisht që unë kam shumë të mira prej muzikës, kam shumë përjetime, jam rritë edhe si njeri duke këndu dhe duke dëgju muzikë, edhe normalisht ka ndiku shumë edhe në karakterin tem për më formu si jehon, kështu që jam shumë fatlume që kam mujt edhe munde me jetu edhe të mos bëj muzikë. E bëj për qefi edhe këngën, pavarësisht që është shumë tendencioze, e ka bu me qefin edhe dëshirën më të madhe të mundshme. Klipi do t'jetë javën që vje premier në prive. Një gjë është e ditur, do të dëgjohet gjithandej. Hala